mund zëvendësohet me implant. Okej. Edhe këtu zakonisht nxjerrim dhombin më njëherë dhe vendosim implantin më njëherë. Çaja immediate placement. Po. Nuk kemi nevojë se edhe prezervohet kocka ma shumë edhe gingiva, më thonë, ka ona estetike, kjo është dhëmbi i dytë në gojë, dhe ato incizivi lateral. Dhe më s'ka nevojë me prit me ushëru vendi... Absolut, se momentin që hekim rënien e vendosim kurorën, këtë implantin, dhe më thonë, arruhet edhe kocka, edhe mishi dhëmbe, edhe estetika. Momentin që hekim rënien, presim, edhe kocka shkrijet, resorbohet, edhe gingiva shkon ma lartë. Është shumë ma vështirë ta rekonstruojmë pastaj. Edhe kjo është bëu me surgical guide, dhe më thonë është niveli shumë i saktë, ka qenë shumë gusht për një dhëmë, për një implant, dhe më thonë është bëu me që udhërfysin kirurgjik që thash. Nëse një pacient ka nevojë për 2, 3 ose më shumë dhëmë për të bërë implant... Prapë mujme implant, tash do e shohim prapë ma vonë. Po, a mund t'i bëjnë brenda ditës, a duhet një ditë që mos mundohet pacient? Jo, brenda një ditë e bëjnë.